Ngjarjet brenda një formati si Big Brother shpesh shërbejnë si pasqyrë e shoqërisë, duke nxjerrë në pa jo vetëm tensionet personale, por edhe kufit e brishtë mes sjelljes së pranueshme dhe asaj që e tejkalon etikën njerëzore. Episodi kulimi tenton t'i fuzë duart Albës, ndërsa Alba reagon duke e shtyrë dhe duke përdorur fjalë fyese, është një nga ato momente që kërkon më shumë se thjesht reagim emocional, kërkon analizë, reflektim dhe përgjegjësi. Në thelb të kësaj ngjarjeje qëndron një çështje themelore, kufiri i trupit dhe pëlqimi. Çdo tentativë për kontakt fizik pa dëshirën e tjetrit është shkelje. Nuk ka kontekst loje, tensioni apo shakaje që e justifikon. Reagimi i Albës, shtyrja për t'u larguar, duhet parë si vetëmbrojtje në një situatë ku kufit e saj u cënuan. Këtu, mesazhi është i qartë, askush nuk ka të drejtë të prek tjetrin pa pëlqim. Por ngjarja nuk mbyllet këtu. Pas aktit të shtyrjes, situata degeneron edhe në dhunë verbale, me përdorimin e fjalëve fyese. Kjo na vendos përballë një dileme të dytë morale, a e justifikon një shkelje tjetër? Edhe pse reagimi emocional është i kuptueshëm në kushte stresi dhe frike, gjua denigruese mbetet problematike. Ajo ushqendasi, normalizon fyerjen dhe zhvendos vëmendjen nga thelbi i problemit, cënimi i kufive personal, drejt një spirale e ofendimesh që dëmton të gjithë. Eseja e kësaj ngjarjeje nuk duhet të zgjedh anë emocionale, por parime. Parimi i parë, respekti për trupin dhe autonominë është i panegociueshëm. Parimi i dytë, dhuna verbale, sidomos kur përdor etiketime poshtëruese, nuk është zgjidhje dhe nuk duhet të normalizohet, edhe kur vjen si reagim. Parimi i tretë, përgjegjësia e formatit për të vendosur kufi të qartë dhe për t'i zbatuar ato pa ekuivok. Big Brother, si eksperiment social, teston nervat dhe karakterin e individëve nën presion. Por pikërisht për këtë arsye, rregullat ekzistojnë për të mbrojtur dinjitetin njerëzor. Kur këto rregulla duken të paqarta ose zbatohen në mëni selektive, mesazhi që shkon te publiku është i rrezikshëm, se kufit mund të shtyhen, se fyerja mund të justifikohet, se prekja e padëshiruar mund të relativizohet. Nga ana shoqërore, kjo ngjarje hap një debat më të gjerë mbi si reagojmë ndaj cënimin. Vetëmbrojtja është e drejtë, denigrimi nuk është domosdoshmëri. Kultura e dialogut, edhe në momente të nxehta, është sfidë, por edhe përgjegjësi. Përndryshe, rrezikojmë të zëvendësojmë një padrejtësi me një tjetër. Në fund, kjo ese nuk kërkon dënime emocionale, por qasje parimore. Tentativa për kontakt fizik pa pëlqim duhet të trajtohet me zero tolerancë. Po ashtu, gjua fyese duhet të dënohet si shenjë e një kulture që ka nevojë për më shumë vetëpërmbajtje dhe respekt. Vetëm kështu, një format i tillë mund të shërbejë vërtet si pasqyrë që na ndihmon të përmirësohemi, e jo si skenë ku gabimet shumë fishohen.